Demokratike zoti Sali Berisha në drejtimin e forcës së më të madhe opozitare në vend. Dhe pasi Partia Demokratike sot zhvillon referendumin për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, procesi i votimit ka nisur në orën 8 të mëngjesit dhe do përfundojë në orën 18. Votimi për zgjedhjen e kreut të Partisë Demokratike do të mbahet sipas parimit një antar një vot. Gjithsej në të gjithë vendin janë hapur 87 qendra votimi që do të mundësojnë antarëve të Partisë Demokratike të votojnë për kryetarin e tyre. Në garë do të jetë vetëm lideri historik i demokratëve zoti Sali Berisha, i cili e ka cilësuar procesin e 23 majit si një referendum për drejtimin e partisë. Se Berisha deklaroi edhe më herët në fakt se votimet, edhe pse me një kandidat të vetëm, janë demokratike dhe synojnë ripërtëritjen e Partisë Demokratike. Kemi sërish kolegun Gentian Kollçiu. Gent, po më thoje? Po, Blet, ka nisur procesi i votimit, një referendum për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, doktor Sali Berishën, për një mandat 4 vjeçar. Pra, ndërkohë ka nisur procesi i qetë dhe me interes nga ana e qytetarëve të Vlorës, madje siç u shpreh në kryetaria e Albanës, pra që ka pasur interes, pra interesi i qytetarëve ka qenë antarëve dhe pa hapur orari zyrtar, më themi, për të votuar sot për t'i dhënë një mandat tjetër liderit doktor Sali Berishës. Ndërkohë në Vlorë, në degën e Vlorës, Blet, me të drejtë të vote janë 1600 antarë që do të votojnë sot. Pra, ku procesi ka nisur në orën 8 do të fundojë në orën 18, nëse do të ketë interes më shumë, pra orari mund të zgjatet. Ndërkohë në degën e Selenisë janë 500 antarë me drejtë vote dhe atje ka nisur procesi për i qetë, ndërkohë ka patur interes, gjithashtu dhe në degën e Himarës, ku janë 320 antarë me të drejtë vote. Pra, ndërkohë, në momentin që ne flasim, ka qytetarë, antarë të Partisë Demokratike që vazhdojnë dhe vinë për të votuar sot, për të rizgjedhur, për t'i dhënë një mandat 4 vjeçar doktor Sali Berishës. Ndërkohë, pra, siç e shpreva, procesi do të vazhdojë deri në orën 18. Gent, ndryshe nga proceset e tjera zgjedhore ku votat janë numëruar në seli, pritet që të ketë një ndryshim. Votat të numërohen në qendrat e votimit apo jo? Po, votat do të numërohen në qendrat e votimit ku do të votojnë të gjithë antarët, pra në degën e Selenicës, në degën e Himarës, në degën e Vlorës, në vendin ku ne ndodhemi pikërisht, ku siçton janë të gjithë antarët që janë prej orës 8 që u ka nisur procesi i votimit. Janë 2420 antarë këta në degën Vlorë, Selenisë dhe Himarë që pritet të votojnë antarët e Partisë Demokratike, por Gent, edhe nëse kemi të mundur edhe ndoshta pak çast më vonë të marrim edhe impresionet e antarëve të Partisë Demokratike, për t'i përcjellur sigurisht edhe për publikun se si e mendojnë këtë proces, pasi ka patur polemika për sa i përket të gjithë procesit nga kampi socialist më së shumti dhe pse është zoti Berisha i vetëm në fletën e votimit dhe si e kanë cilësuar vetë demokratët të gjithë të procese, pasi ditën e sotme është një vot besim. Në fletën e votimit janë 3 alternativa në fund të ditës, është pro, kundër dhe abstenim. Po, patjetër, do të kemi dhe intervistat me qytetarët, opinionet e antarëve të Partisë Demokratike. Mirë, Gent, falenderoj për informacionin, po t'japim edhe ty kohë që të marrësh edhe impresionet e qytetarëve. Ishim me kolegun ton, Gentian Kollçiu, mori informacionet asaj se çfarë ndodh pra në qarkun e Vlorës, për sa i përket këtij procesi mjaft të rëndësishëm për demokracinë në vend. Kujtojmë që në degën Vlorë janë 1600 antarë të Partisë Demokratike me të drejtë vote për të marrë pjesë në këtë referendum ditën e sotme. Në degën Selenicë janë 500 antarë, ndërsa në degën Himar 320 antarë, pra janë 2420 antarë të Partisë Demokratike që ditën e sotme kanë të drejtë për të shprehur vullnetin e tyre me votë në këtë proces i cilësuar nga zoti Berisha si një referendum për rijetëzimin e Partisë Demokratike dhe